në studio me mua është bashkuar Belind Këlliçi që dëgjoi dhe këto minuta Erion Veliajn. Falenderoj që je me mua Belind. Faleminderit Pandi. Si të duk Veliaj në gjykatë kushtetuese 9 muaj, nuk e kishim parë të gjithë, as ju. Shiko, edhe nëse ke një moment në cilin mendon që thua ore, mbase kur e dëgjon mund të ketë një fije të drejtë në kërkesën që ka, edhe pse kemi thënë që vendimi është antikushtetues i presidentit për ta shkarkuar nga detyra. Prapë është një krijesë aq e vështirë dhe është një njeri aq i gënjeshtër në thelb, pa bosht, pa moral, sa dhe aty në atë sallë ku është ani ka mendjen të gënjej, duke thënë që jam konflikt interesi me prokurorin dhe mashtrime që i di i madh dhe i vogël, i di i gjithë publiku që nuk janë tilla dhe sërish vijon të prodhojë gënjeshtra dhe balt. Sigurisht Erion Veliaj sot do duhet ishte pas dyreve të qelis, pas hekurave të qelis, për shkak të vjedhjes me incineratorën e Tiranës. 182 milionë euro deri tani. Për shkak të vjedhjes me skemën 5D dhe ngritjes së skemës korruptive më të paprecedent në historinë e Republikës Shqipërisë. Erion Veliaj duhet ishte prapa hekurave të qelis për shkak të vrasjes së Ardit Gjoklajt, për shkak të zhdukjes së teatrit kombëtar, shëmbjes së teatrit kombëtar, për shkak të kthimit të Tiranës në një lavatriçe të pastrimit parave. Por edhe ato favor që i kanë bërë, se për mua i kanë bërë favor, që i kanë çuar vetëm për një vepër personale, pavarësisht se ato qindra mijëra euro që ka shpenzuar për veshmbathje, rroba, fustane e benevrek, nuk prekin Edi Ramën dhe ne e kuptojmë logjikën. Pra, Erion Veliaj sot është paradrejtësisht për një vepër penale e cila është e vetmja që nuk prek Edi Ramën. A ka prekur Edi Rama Erion Veliaj në ligjërisht që ta kuptosh para thelbit. Ligjërisht, politikisht e prek, patjetër, po ligjërisht nuk e akuzon dot Edi Ramën sepse ka harxhuar 1 milion euro për bler rroba. Kjo është e vërtetë. Pra, këtu nuk ka lidhje Rama, pavarësisht se ke incineratori është Rama, ke 5D-ja është Rama, ke teatri kombëtar është Rama, ke Ardit Gjoklaj nuk është Rama, por Rama është një person dini që di të vërtetën, prapë dhe aty është implikuar. Por kjo çështje nuk është Edi Rama. Dhe këtu unë hyj prapë në atë retorikën time që Spaku godet vetëm kur ka dritë jeshile nga Edi Rama. Pra, ka marrë dritën jeshile për ta goditur Erion Veliajn dhe e kanë goditur në një aferë në cilën është vetmja mënyrë se ti thua që çlidhe ka Edi Rama se ka shpenzuar ky 1 miliard lek me veshje personale ky dhe familja e tij. Kështu që thëm këtë, ajo që po ndodh sot është politikisht vepër krye kput e kryeministrit. Pra ai e ka mjaft qartë dhe këtu tregon edhe mungesën e karakterit, mungesën e dinjitetit që ka si individ, se kur je dhe pas hekurave, po pretendon që të është bërë pa drejtësi, ke 9 muaj që qëndron gjeli në mënyrë pa drejtë. Nuk të kanë trajtuar me të drejtë, thot, se këtu ka drejtë, nuk se them dot që s'ka drejtë, nuk e kanë trajtuar as me standardin e kryebashkiakut të Rogozhinës, që është i dënuar me 1 vit burg për krim zgjedhor, nga gjykata e shkallës parë, edhe me kryebashkiakun e Tropojës. Po të marr. Po ky është më flagrant Rogozhina, është i dënuar ky Rogozhinës, nuk është në hetim, nuk është në akuzë, po është i dënuar dhe është në detyrë, ndërkohë që ky individ sot është në burg dhe është shkarkuar në mënyrën më të turpshme nga Edi Rama me vendimin e tij nga Këshilli Bashkiak, nga njerëzit më besnik që vendosi Erion Veliaj në Këshillin Bashkiak. Zhgënjimin më të madh e shprehu ndaj tyre sot në gjykatën kushtetuese. E shprehu, por ata mishërojnë fotokopjen e Erion Veliajt. Ata janë Erion Veliajt e vegjël në Këshill Bashkiak. Ata janë ky që bëndet njëjtën gjë kur Ilir Beqja në burg, kur Asemir Tahiri në burg, kur iku Arben Ahmetaj në Arrati, kur anë gjithë titullar Alqi Bllakun e futën vetë në burg. Pra të njëjtën gjë ka bërë dhe ky për tjerët. Prandaj patjetër karma is a bitch edhe ky e di mirë, e di shumë mirë. Por të mbetemi ke thelbi. Ky individ e kupton shumë mirë dhe po e thot gjatë gjithë kohës se kush është personi përgjegjës për këtë vendimarrje ligjore ndaj tij. Është Edi Rama. Nuk ka kurajon ti përmend emrin. Nuk ka kurajon të vërtetën. Të bëhet pentito, të marri kurajon, të shkojë të bëhet pentito në SPAK, të bëhet pentito në SBA dhe të thotë vërtetat që ky njeri di për Edi Ramën dhe t'i bëjë një shërbim të fundit vendit tij që e vodhi dhe qytetit tij që e shkatarroi dhe e vodhi me të gjitha format dhe mënyrat që ky pati mundësi. Duke na lënë një qytet sot të shkatarruar, një qytet me ajrin më të ndotur, me trafikun më të rënduar, një qytet pa banueshëm për shkak të këtij banditi. E pret ta bëj këtë Erion Veliaj? Zero më ku ka dinjitet, zero më mjafton ta dëgjonin fjalë, është e pa imagjinueshme. Pra, çfarë duhet i bëj më Edi Rama këtij individi që ky tregoj të vërtetën, që ky të flasë të vërtetën dhe të kërkojë të luftoj për të vërtetën e vetëm në fund ditës. Pra, kjo është gjëja që mua më bën përshtypje me këtë njerëz që edhe kur ka të drejtë, pra që e dëgjon në një moment që po thotë diçka të vërtetë, prap nuk të lë vend për as për empati, as për keqardhje, se thua e meriton këtë që po i ndodh. Se po e them edhe një herë Pandi, ka bërë identik të njëjtën gjë që kanë bërë antarët e Këshillit Bashkiak me këtë, ky e ka bërë me të tjerët, me antarët e kabinetit, me kolegët e tij, me homologët, me Tahirin të parin.
edhe me rivalet e tij që mund të kishte brenda Partisë Socialiste. E ka bërë me Belinda Ballukun, që shumë mirë ajo është paraqitur pak çaste më parë në SPAK, i është komunikuar akuza dhe ajo po luan me një artific tjetër, po do ndalemi tek ajo, por të njëjtën gjë ka bërë me gjithë kolegët e tij. Pra ky individ, ky njerëz që ka çuar emailin kancelari të botës dhe në shtëpi të bardh, që Sali Berisha i kishte çar barkun Griseldës, Kavajës, e shpiku një histori dhe falangat e Saliut kishin përdhunuar një vajzë të re që ishte bashkëshortja e kryetarit të Bashkisë Kavajë në 2011. Ky individ po ha atë që ka gatuar për vite me radhë, dhe ndaj nuk ndjej asnjë lloj keqardhje kur e shoh në këtë gjendje dhe e shoh në këtë pozitë. Në një pozitë që nuk do doja kurrë të shoh asnjë individ, po ta them troç, burgu nuk i urohet askujt, kjo situatë nuk i urohet askujt, por çdo ditë e më shumë që kalon, ky e tregon që ka merituar këtë fund. Në finale si e pret vendimin e gjykatës kushtetuese për Veliajin, i jep të drejtë për shkarkimin apo e rrëzon? Varet me çfarë humori është Edi Rama, varet si kanë dalë sondazhet e Edi Ramës për Tiranën, varet çfarë vendimarrje ka marrë Edi Rama. Pra ti po thua që vendimarrja e gjykatës kushtetuese është në duart e Edi Ramës? Po siç ka qenë për herë, plus ku po llogarit Edi Rama gjykatën kushtetuese gjatë gjithë kohës, ai ka ndarë mendjen që Velia ka ikur, domethënë Velia ka të kotë edhe këtë betejë që bën ligjore, mundet ta bëj vetëm për arsye të Strasburgut, për një gjykatë ndërkombëtare, por Veliaj është çështje e mbyllur, pra është si drita e diellit, e qartë situata që Veliaj e ka mbyllur historinë e tij politike, ka mbyllur karrierën e tij, tashmë ka vetëm një histori penale me cilën do përballet për një kohë shumë gjatë. Jam i bindur, por ta them edhe një herë, është absurde, domethënë qëndrimi që ai mban i vendosur në këto kushe, me këtë lloj presioni dhe duke u ankuar gjithkohon për një njerëz që gjatë gjithë kohës ka falenderoj, kërkoi votë 11 maj për Edi Ramën. Patjetër. Edi Rama që po ja bën këtë, ky në 11 maj kërkonte votë të paktën të mbyllte gojën. Është në presion për të mos folur apo? Nuk i di këto histori. Kemi dëgjuar histori nga më të shumtat, me kërcënime brenda në qeli, me mesazhe të çuara, me rikthime në burg për shkak të mesazheve që duheshin çuar ndaj Veliajt. Për sa kohë nuk i kam të konfirmuara, pandi dua të jem korrekt. Jo, patjetër, duhet të jemi korrekt. Nuk i di, por ajo që sheh të le të kuptosh që është një njerëz i shtypur, i tillë ka qenë edhe që në embrion, në embrion politik flas, në mënyrën se si e ka bërë dhe karrierën e tij politike, dhe këtë fund ka, dhe çdo profil i tillë politik këtë fund do ketë. Dhe ky që ankohet sot, po them edhe një herë, ky që flet sot për këshilltarët e tij bashkiak, motamo i ka bërë, madje i ka bërë, po i ka incentivuar ky burgosjen e kolegëve të tij, goditjen e kolegëve të tij apo të kundërshtarëve të tij. Nuk ka lënë kancelari dhe në departament shtetit ka blogram paçuar me shpifje, me mashtrime, me trillime për Partinë Demokratike, për kreun e saj, për familjarët e tij dhe për të afërmit e tij dhe bashkëpunëtorët e tij. Ky njeri dhe sot po vuan atë që ka gatuar vetë, sepse kuptohet të gjitha, unë e them, i ka bërë me porositë e Edi Ramës, pa diskutimi, ka shërbyer Edi Ramës, po në fund e psoi nga loja e tij. E ka pësuar nga Edi Rama, po thoni ju, paralelisht kishim shumë zhvillime sot, kishim edhe Belinda Ballukun që u paraqit rreth 60 minuta më parë në SPAK, për herë të parë në SPAK, apo jo? Më thatë që... Jo për herë të parë, është hera dytë, mos gaboj se ka qenë një herë vjet ku ka ndetur për një periudhë gjatë kohore është marrë në pyetje, ndërsa këtë radhë ditën e sotme, me sa duket i është komunikuar akuza. Juve më thatë që është komunikuar akuza, ndaljen që ajo pati në deklaratën që bëri nuk tha asnjë detaj që është komunikuar akuzë. Paranoja në logjikën time, paranoja e ka çuar në pikën që ka marrë dhe të motrën si avokate. Për të e para për të mos i dalë asnjë informacion në publik në raport me atë episod që ka ndodhur sot në dyert e SPAK-ut, në zyrat e SPAK-ut. E dyta, për të krijuar një precedent. Mos harroni, e motra e Ballukut ka qenë kryetarja e Komisionit Vettingut, që ka kualifikuar gjyqtarët dhe prokurorët në këtë vend. Ka vlerësuar performancën e tyre, pastërtinë e figurës, integritetin, moralin, si dhe kapacitetet e tyre financiare për të justifikuar. Në ndjenjën time në vitin 2018 është pikërisht motra e saj personi që ka miratuar kalimin në Vetting të prokurorit posaçëm Dritan Premçi, i cili është prokurori i çështjes. Dhe logjika ta jep që me marrjen e motrës saj si avokate, Balluku po tenton që të krijojë një konflikt interesi, një precedent me një konflikt interesi ku mundet të kërkojë përjashtimin e prokurorit të posaçëm nga kjo dosje, i njëjti prokuror që ka ngritur akuzën, për shkak të konfliktit interesit me motrën dhe avokatën e saj njëkohësisht. Për shkak se kjo ka qenë dhe mund të kërkojë një prokuror tjetër për çështjen. Kjo do mbetet për tu parë, pra kjo është hipoteza imja. Pra nuk është fakt, të nuk e di për fakt. Që Balluku po shkon aty me vonesë, ky është fakt pastaj, sepse mbi Ballukun rëndojnë
me 10 dosje korruptive, 10 afera. Unë vetë në seancën e pyetjeve që kemi patur në Komisionin e Ligjeve dhe Nismave Qytetare, i kam drejtuar 14 pyetje të drejtë për drejta kreut të SPAK-ut në lidhje me Ministrinë e Energjetikës dhe Infrastrukturës, në lidhje me të gjitha institucionet e varësisë, të gjitha institucionet e linjës, të cilët drejtuesit e të cilëve janë të gjithë sot ose në burg, ose në hetim, ose me akuzë të ngritur nga SPAK-u, dhe si ka mundësi që të gjitha drejtoritë e institucionet që zonja drejton, të gjitha agjensitë në varësinë e saj, pas kanë titullar të cilët janë on dyshim, on burg, on hetim për korrupsion, dhe kjo nuk di gjë. Ky si individ kjo nuk di gjë. Është e njëjta skeme Edi Ramën. Si ka mundësi që i shkon zëvendës kryeministri në detyrë në SPAK, i komunikohet akuzë për në mos gaboj shkelje barazisë në tendera, dhe është e dyshuar për korrupsion. Një zëvendës kryeministër tjetër para kësaj e ka në Arati. Kryetarin e Bashkisë Tiranës e ka në burg për korrupsion. Ka një duzinë kryetarësh bashkie dhe zyrtarësh në burg dhe ky nuk di gjë. Pra është e njëjta logjik. Thjesht tashmë është ngritur dhe një hap më lart steka, është shkuar ke zëvendës kryeministrja, patjetër radhën tashmë e ka Edi Rama dhe gjitha bateritë tona do të jenë të shigjetuara vetëm tek Edi Rama. Po një komision e timor urrëzuan brëm natën, siç ishte nga halli i madh, patjetër. Rrëzoi halli i madh i Edi Ramës. Çfarë vendime morët sot në grupin parlamentar, sepse thatë që do kishte vendimarrje pas rrëzimit të 2 komisioneve parlamentare që kërkuat? Që të jem fare i qartë. E para është marrë vendimi për të nisur ashtu siç kishim premtuar shpeshherë, kam qenë edhe këtu në studio me ju, kam qenë në studio të tjera. Është marrë vendimi për të nisur menjëherë zbritjen terren dhe një komunikim dhe dialog të gjerë të deputetëve me qytetarët e Republikës Shqipërisë dhe me antarësinë tonë dhe me bazën tonë, Partisë Demokratike, dhe mbi të gjitha paralelisht nisjen e procesit të analizës, sepse tashmë raporti OSBE Odirit doli, ne kemi thënë që presim raportin final për të nisur procesin e analizës. Ky raport tashmë është publik, faktoi të gjitha pretendimet e Partisë Demokratike për një farsë elektorale të ndodhur në datë 11 maj, dhe tashmë nuk ka më kohë për të humbur dhe ne do duhet zbresim fillimisht të sqarojmë të gjithë bazën e partisë tonë për raportin e OSBE Odirit, më pas të kemi një dialog me qytetarët dhe pa diskutim të intensifikojmë aksionin tonë brenda dhe jashtë parlamentit, për shkak se edhe aty në parlament, edhe kur tentuam brenda kësaj jave në 2 seanca, të kemi një qasje normale, të kemi një qasje proaktive, edhe pse kushtetuta nuk na kërkon dhe ligji nuk na kërkon që ne të bënim riformulim të kërkesave tona për komisionet e timore, edhe për t'ia rrëzuar këtë alibi të datës 17, në mbledhjen e datës 17 tetor të konferencës kryetarëve kërkuar nga PS-ja, sërish ne ju përgjigjem pozitivisht, riformuluam kërkesat tona, i depozituam dhe një herë kërkesat për komisionet e timore. Është një atribut që na jep kushtetuta e Republikës Shqipërisë, pra nuk ka çështje interpretimi këtu. Nuk është çështja e interpretimit, a kemi ne mundësinë ta ngremi komisionin timor apo nuk kemi mundësinë. Komisioni timor për sa kohë ke 28 deputetët që firmosin, ke mbaruar punë dhe çfarë do bëni në parlament? Ajo do të jetë pjesë e një vendimarrje ditës hënë, pra ditën e hënë ne kemi thritur në orën 13 dhe po ja u jap ta keni dhe lajm. Do të jetë mbledhja e kryesisë Partisë Demokratike që do të vendos aksionin politik, se duhet kuptoni. Mbledhja e grupit parlamentar vendos vetëm qasjen le të themi në seancë parlamentare, rendin e ditës edhe aksionin politik vetëm brenda parlamentit. Aksioni politik i gjithë partisë përcaktohet nga forumet e larta të saj, kryesia dhe Këshilli Kombëtar. Pra do kemi ditën e hënë në orën 13 kemi kryesinë dhe në kryesi do të vendoset dhe do diskutohet edhe vendimarrja në raport me qasjen që ne do të kemi me kuvendin, por jo vetëm, edhe me çështjen e zgjedhjeve, sepse na janë mohuar zgjedhjet. Pra, logjika është e thjeshtë, qytetari që na ndjek duhet kuptoj kaq. Nëse ke një kryeministër që nuk ka probleme, nuk ka vjedhur zgjedhjet, është i lumtur që të ngrehet një komision timor dhe t'ia rrëzojë të gjitha akuzat opozitës për vjedhjen e zgjedhjeve, të sjellë të gjithë institucionet e veta dhe këtë audit që kërkon opozita ta kryej, t'ia rrëzojë me fakte dhe me prova. E njëjta gjë për McGonigal, për rastin e McGonigal. Domethënë, të thuash që ju po tentoni të bëni teatr dhe show dhe keni akuza boshe në parlament dhe për këtë arsye ne po ju rrëzojmë kërkesën tuaj që ja u jep ligji dhe kushtetuta. Është absurde në momentin që ti për ngritjen e 2 komisioneve të posaçme parlamentare për reformën zgjedhore dhe territoriale. Ajo është histori tjetër dhe patjetër duhet bërë, sepse ajo është një çështje që duhet i ishte dhënë kohë më parë dhe ky kod elektoral për shembull aktual dhe ndarja aktuale territoriale
janë të disfavorshme për qytetarin e zakonshëm, për shërbimet që merr për sa i përket ndarjes administrative, por mbi të gjitha edhe për peshën e votës që kanë qytetarët dhe për mënyrën e përzgjedhjes kandidaturave që duan. Por të mbetemi ke thelbi, ne patjetër do të kishim dashur që në Komisionin Hetimor për rastin me Gonigal, një rast skandaloz botëror tashmë korruptiv, që e njeh i madh dhe i vogël, Edi Rama nëse është i pafajshëm, nëse nuk ka asnjë lidhje, hajt vit krenohet në komision, ai thotë që ky është miku im, unë s'kam pas asnjë marrëdhënie. Këto janë gjitha shpifje, trillime, tirozoi të gjitha dhe kjo çështje mbaronte, por në momentin që ai e di më mirë se ne se çfarë ka bërë, ai e di më mirë se ne se sa para ka marrë me Gonigali këtu me porositë e Ramës, ai e di më mirë se ne që kualifikoheshin gjyqtarët dhe prokurorët edhe me porositë me Gonigalit, shkonin ke me Gonigali paguanin parat për të kaluar vetingun. Në këtë moment ai nuk do dhe nuk kërkon që të ketë një komision hetimor, por pa mera kjo çështje, edhe nëse tenton ky ta mbylli këtu, është e hapur në SBA edhe nuk mbaron ashtu si po e ton edhe Spaku, siç premtoi Altin Dumani. Në sekondat e fundit, a ka pikpyetje për vijimsinë tuaj në parlament me këtë situatë, apo diskutojnë skenarët e një kushtëzimi, bojkoti? Mundet kemi një marrëdhënie të kushtëzuar me parlamentin, nuk është folur për bojkot. Jemi aty pandi shiko, nëse do të kishim patur një qasje pro bojkotit, nuk do të kishim hyrë fare në parlament. Në këtë fazë të re, nuk do të kishim hyrë në datë 12, po të ishte çështje për bojkot, por për sa kohë kemi marrë ato mandate për të ngritur zërin për interes qytetarëve, për problemet e qytetarëve, për t'i dalë zot atyre të paktën 500.000 qytetarëve që na kanë votuar, patjetër do shfrytëzojmë çdo hapësirë. Por që të qëndrojmë në parlament si dekor, kjo nuk ndodh. Pra e tentuam në 2 seanca normale, e tentuam që të kishim seanca krejt të zakonshme dhe në favor të interesit qytetarëve, pra që qytetarët mundohen të dëgjojnë problematika që kanë për pensionet, për pagat, për spitalet, për ilaçet, për çështje që i prekin ata, dhe kjo nuk u mundësua nga majoranca. Përkundrazi, ata u futën në pikën që tashmë na heqin dhe drejtat që na jep kushtetuta si deputet. Kështu që për sa kohë do të kemi një qasje të tillë nga majoranca, edhe qasja jonë do të jetë krejt ndryshe si opozitë, si Parti Demokratik. Vendimarrja finale është të hënë në orën 13. Të hënë në orën 13. Dhe zbritja në bazë kur unë personalisht për 3 orë do të jem takim në njësi numër 9 në Tiranë, ku që nga sot mund të quhet turi takimeve. Patjetër. Belit Gëlliçi, të falenderoj shumë në një ditë të ngarkuar edhe për ju në Partinë Demokratike, që ishe pjesë e ditarit të pasdites. Faleminderit tënd.